Në Shqipëri me hyrjen e qershorit duket sikur karantina apo virusi nuk ka ekzistuar kurrë. Një pjesë e mirë e aktiviteteve ka nisur. Jeta po i kthehet normalitetit, por në disa fusha ende nuk ka dritje shile, e një ndërto është dhe sporti i basketbollit. Nëse skuadrave i është lejuar të stërviten, kampionati ende nuk ka një okay nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që në mbledhjen e fundit të Këshillit Drejtues të Federatës Shqiptare të Basketbollit është caktuar data 21 qershor për të rinisur, por duket se ende nuk është e qartë se sa skuadra do të marrin pjesë. Në një bisedë në ambientet e federatës, sekretari i përgjithshëm Kora Bllazani ka sqaruar mbi temat që po diskutohen së fundmi. Zoti sekretar, faleminderit që na pritet në zyrën tuaj. Diskutohet për rifillimin e kampionatit. A do të ketë një rifillim dhe kur do të jetë? Faleminderit që më ndërrdhet në zyrat e Federatës Shqiptare të Basketbollit për të intervistuar për çështje të tilla. Ne e kemi ndjek me vëmendje çështjen e pandemisë dhe jemi munduar që të jemi afër klubeve nëpërmjet kontakteve të mundshme, natyrisht. Ditët e fundit besoj ju jeni ndjeni që ministria ka nxjerrë një urdhër fillimisht për hapjen e palestrave, por nuk ka specifikuar një datë se kur do të startojnë aktivitetet e kampionateve të tjera me përjashtim të futbollit. Fakti që ka specifikuar futbollin ka krijuar një lloj tymnaje për të gjithë ne, që megjithëse kemi marrë masa paraprak, përsëri jemi me vullnetin e mirë për të rifilluar kampionatet, për të marrur në fushë, por akoma nuk kemi një afat, akoma nuk kemi një ditë që të specifikojmë gjërat dhe të hedhim në treg. Po kërkohet një asamblesë statutore nga shoqatat që aderojnë në Federatën e Basketbollit, kur do të mbahet dhe specifikisht për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë. Ne kemi filluar që në tetor, nëntor, i kemi dërguar të gjitha shoqatave kërkesën e ardhur nga Ministria e Sportit për ndërhyrjen në statut që të konvergojë me ndryshimin e ligjit. Me sa duket, vorbulla e veprimtarive që kemi pasur, kampionatet kombëtare, jo me tërmetet, jo veprimtaritë ndërkombëtare që kishim këtë periudhë, nuk i ka dhënë rëndësinë e duhur ndryshimeve në statut dhe në asamblen e planifikuar për të miratuar ndryshimet dhe për të ecë përpara në analizën vjetore të zhvilluar në Vlorë, nuk ishte trajtimi i duhur, nuk ishin numrat e duhur për t'i dhënë një spunto këtyre ndryshimeve. Federata Shqiptare e Basketbollit ka si ligj themeltar ligjin e sportit, i cili ka ndryshuar dhe automatikisht dhe statuti, kushtetuta e Federatës Shqiptare të Basketbollit ka nevojë për përmirësime. Në fund fare, do të jetë asambleja, ajo që detyrimisht duhet të miratojnë statutin, i cili duhet të kalojnë në procedurën e Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, maksimalisht 45 ditë, duhet të regjistrohet në gjykatë dhe pasi të regjistrohet në gjykatë, duhet t'i lehet afati dur për të kaluar në procesin zgjedhor, që është viti që jemi, 2020. Këtu është një vendim i gjykatës që me datën 30 mars është bërë një asamble ku ka ndalë një palë forume drejtuese dhe regjistrimi nga gjykata gjyqësor Tiranë është me datën 13/3/2017. Pra, deri me datën 13/3/2021, Federata Shqiptare e Basketbollit, forumet e saj janë në legjitimitet të plot për të zhvilluar veprimtarinë që kanë mision publik ka shteti shqiptar. Në draft ka një sër ndryshimesh. Pra, duhet të dalim nga ajo suaza e formalizimit të organizatës. Çdo të thotë, ka organizata që nuk janë shumë aktive, por kanë të drejtën e votës. Ka një organizatë që është shumë aktive, shumë kontributore dhe mundet me pas të njëjtën barazdesh. Ka organizata që nuk marrin pjesë fare në veprimtari, ka organizata që marrin në mënyrë të gjerë pjesë në veprimtari. Pra, këto janë ca rregullime që duhet të futen aty brenda. Një pikë tjetër e rëndësishme është ndryshimi i ligjit. Pra, nëse ti deri dje në statutin tonë ke zhvilluar veprimtarinë me ligjin e 2007-s, tash ti do të veprosh me ligjin e ri që ka hyrë në fuqi. Një çështje tjetër, kasacioni, pra kasi. Vendimet e bordeve, vendimet e komisioneve
tashmë duhet trajtohen dhe në KAS, që është gjykata sportive. Është një pikë tjetër, kontrolli antidoping, me ratifikimin e konventës me UAD-ën, shteti shqiptar ka organizatën e vet, e cila duhet të ushtrojë në çdo federatë sportive dhe duhet të ketë çdo federatë sportive të përfshirë brenda saj kontrollin e organizatës në Shqipëri për kundër dopingut. Liga Shqipëri-Kosovë është një ligë e cila ka përfshirë dy shtetet tona dhe ka një entuziazëm të madh. Presidenti i Federatës së Kosovës nxjerr tetorin si datë nisje. Do të ketë vërtet një nisje në tetor? Kjo është një ndër ëndrat e vjetra që ne kemi pas për ta zgjeruar tregun e basketbollit, për të përfshirë mos ngelemi te segmentet Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë, por të zgjerojmë gjeografinë e zhvillimit të basketbollit dhe fatmirësisht kemi rënë konsensus me Federatën e Basketbollit të Kosovës, dy presidentët, dhe ne jemi takuar për një diçka të tillë. Në bazë të dakordësimit që kemi pas, janë hedhur hapa të rëndësishëm përpara, është përgatitur një marrëveshje, është bërë një statut, janë përcaktuar rregullat e zhvillimit të ndeshjeve, rregullat e marketingut. Dje Kryesia e Federatës Shqiptare të Basketbollit definitivisht e mbështeti iniciativën, edhe pse është biseduar në video call me të gjithë drejtuesit e Superligës Shqiptare dhe të gjithë ato kanë qenë parimisht dakord për pjesëmarrjen këtu. Është një fakt tjetër shumë i rëndësishëm që shpesh kush e shtron në formë pyetjet, po më duket një spekulacion i gjatë. Federatat respektive do të zhvillojnë në mënyrë të pa diskutueshme, të pa negocueshme, të gjitha veprimtaritë në kalendarin kombëtar, që ka të bëjnë me kampionatin kombëtar dhe do shpallin kampionin e Shqipërisë, me Kupën e Shqipërisë dhe do shpallin fituesin e Kupës së Shqipërisë, me Superkupën e Shqipërisë dhe do shpallin Superkupën e Shqipërisë, dhe të gjitha veprimtaritë deri në nivelin poshtë. Krahas këtyre është hartuar një kalendar. Ne në Shqipëri, ato në Kosovë, do të zhvillojnë veprimtaritë e tyre, ndërsa pjesa tjetër është ekstra, është shtesë, pra do të ketë rivalitet më të lartë, interes mediatik më të lartë, interes komercial më të lartë, basketboll më cilësor dhe pikë referimit për të gjithë brezat e ri, pikë referimit se si duhet me punu dhe se si duhet me shku. Krahas kësaj janë parashikuar kualifikimi të trajnerëve në të dyja federatët, është planifikuar kualifikimi i gjyqtarëve në të dyja federatët, është planifikuar kualifikim i vëzhguesve në të dyja federatët. Pra, kjo tregon seriozitetin që zoti Ponari dhe presidenti i Federatës Kosovës ka për ta çuar përpara këtë iniciativë, që besoj nuk duhet të trombetohet si në aspektin politik, si po bëhet ashtu, po bën një basketboll mes dy shtetësh, siç ka drejt me bëj çdo shtet me një shtet tjetër. Një përmbledhje asaj që u diskutua në mbledhjen e fundit të kryesisë, çfarë u diskutua, na tregon sërish zoti Llazani. Një pikë që nuk ta përmenda është ne kemi dërguar të gjithë anëtarëve tonë, i kemi dërguar një formular për ta plotësuar, sepse gjykatat kanë, si thosh, kanë vendosur një lup duke pas parasysh problemet që kanë pas jo te futbolli, jo duke te kokshi, dhe kanë vendosur një lup për këto organizatat sportive. Kërkohet plotësimi i këtij formularit, që është i detyrueshëm, për të rifreskuar çdo organizatë, ashtu siç ne bëjmë zgjedhje të rifreskohemi, pra duhet të regjistrohemi në gjykatë siç ta tregova, edhe organizatat anëtare duhet të bëjnë një veprim të tillë që të jenë korrekt me statutin e tyre dhe me të qenën anëtar. Okej, faleminderit. Faleminderit, jeni të mirë ardhur.